Opozita hodhi akuza pas daljes së rezultatit në Vorë, për më tepër në këtë bashki ditën e zgjedhjeve pati edhe përplasje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamunoka akuzoi se grupi xhabaftëve, njerëzit e tyre, kishin shkuar në qendrat e votimit me autorizime false, me emra të tjerë dhe ushtronin presion ndaj votuesve. Për më tepër, Noka u përplas në një nga qendrat e votimit. Në fakt, rezultati i Vorës më shumë se sa domethënës për fitoren e Partisë Socialiste është thelbi i asaj kërdie me vota që ka bërë Blendi Gonxha, apo që është akuzuar dhe nga opozita për lidhjet me krimin apo blerjen e votës e të tjera. Megjithëse deri më tani nuk ka ndonjë dokument zyrtar apo provë të nxjerrë nga opozita, përplasja e ditës së zgjedhjeve, por dhe vetë rezultati që ka arritur Blendi Gonxha, sidomos në Bashkinë e Vorës, tregon gjithçka. Një njeri që erdhi në pak kohë në Tiranë pasi ishte i deleguar në Dibër, mundi të marrë vota më shumë se një pjesë e madhe e ikonave të Partisë Socialiste, si Pandeli Majko, Fatmir Gjafaj, Erion Braçe, vetë ministri brendshëm Ervin Hoxha, Ermonela Felaj, ish-ministra Tilda Gjonaj, Toni Gogu apo Blerina Gjulameti. Kjo e fundit ka qenë edhe drejtuese e Partisë Socialiste të Tiranës, apo emra si ish sekretari PS Arben Pëllumbi, Olta Xhaçka, apo dhe të tjerë emra të rëndësishëm të partisë. Blendi Gonxha i mundi të gjithë, por në Vorë ka një rezultat që flet vetë. Gonxha ka marrë 4.759 vota, i ndjekur nga Ornaldo Rakipi me vetëm 432 vota, Erion Braçe 288 dhe një tjetër ikonë e Partisë Socialiste, Xhemal Çefalia me 283 vota. Më pas vazhdoi ministrat e Ramës, si Ervin Hoxha, Nila Denaj, Pandeli Majko, Fatmir Gjafaj e të tjerë, këta të gjithë me 150 deri në 250 vota. Gonxha që çeli në këto zgjedhje, në Vorë merr 4.759 vota, ndërsa të gjithë kandidatët e tjerë në listën e PS-s, 24 kandidatët e listës së hapur, kanë të gjithë bashkë më pak vota se Blendi përmbytësi. Dikur përmbytte Tiranën, tani përmbytet në vota. Siç e theksua më lart, kandidati më i afërt është Ornaldo Rakipi, që ka vota 10 herë më pak se Gonxha, dhe pastaj vijnë të tjerët me një grusht votash. I vetëm superministri Ramës ka 4.759 vota. Të gjithë kandidatët e tjerë socialistë marrë së bashku nuk i bëjnë as 4.500 vota në Vorë. Është rezultati që flet për Vorën, që tregon një diferencë të thellë. Nuk ka ndonjë ndryshim nga ai Sara Miles në Elbasan, ku një njeri pa ndonjë eksperiencë të spikatur politike kërcej në vota në ekstrem sepse dikush i ka orientuar. E njëjta situatë është edhe me Arken Dyballën në Durrës, i cili fiton vota më shumë se çdo socialist tjetër, në mënyrë të frikshme niveli votave që merr. Si mundet që këta individ pa kontribute të spikatura politike të shkojnë aq lart dhe kush i ka orientuar votat? Opozita ka akuzuar grupin e Suel Çelës, bandat e Durrësit, ka akuzuar xhabaftët për Vorën dhe pikërisht për Blendi Gonxhan, i cili ndryshe nga dy kandidatët e tjerë njihet publikisht, ka një eksperiencë, është ministër, disa kohë më parë drejtor, shumë vite më parë në kryetari i Bashkisë Tiranë dhe përmbyti kryeqytetin, dhe për këtë meri të madhe për akuzat e shumta, lidhjet e tij me krimin, akuzat e opozitës, Blendi Gonxha del njeriu më i votuar në qarkun e kryeqytetit. Spikat siç e theksuan Vora, ku Blendi Gonxha i vetëm ka marrë vota më shumë se 25 kandidatë socialistë në listë hapur. Të gjithë janë me 10 apo 100 vota. Gonxha është në krye, në mënyrë të frikshme me diferencë dhe krahasimisht me të dytin e qarkut të Tiranës, që është Erion Braçe. Në Vorë Gonxha ka 15 herë më shumë vota se sa Braçe. Gonxha ka rreth 20 herë vota më shumë se sa ministri brendshëm Ervin Hoxha. Gonxha ka rreth 30 herë vota më shumë se sa Fatmir Gjafaj e Pandeli Majko. 47 herë vota më shumë se Ermonela Felaj. Këto janë shifra që flasin vetë, që na tregojnë se Blendi Gonxha, për shembull, është më i njohur dhe më i rëndësishëm në Vorë se Blerina Gjulameti, që ka qenë kryetare e Partisë Socialiste e Tiranës, apo Xhemal Çefalia. Blendi Gonxha ka 120 herë më shumë vota se Arben Pëllumbi, i cili ka mbatur edhe postin e sekretarit organizativ të PS-s, deputeti i saj. Shifrat janë kokforta, ato flasin vetë. Në Vorë mjafton leximi i rezultatit për të kuptuar katastrofën elektorale që ka bërë Blendi Gonxha me blerje votash apo me krim e korrupsion, dhe këto duhet i zbardhë opozita deri në fund. PD tani e ka lënë çështjen tek akuzat për një grup individësh, për xhabaftët, apo i ka lënë te përplasja që ndodhi ditën e zgjedhjeve, por nuk ka shkuar te denoncimi me detaje dhe fakte të plota, ku shkëlqen Blendi Gonxha në Tiranë, si Sara Mila apo Arken Balla. Shkëlqimi i tij është shkëlqimi i një vote që nuk vjen thjesht dhe vetëm nga patronazhimi dhe organizimi i Partisë Socialiste, sepse në Vorë është diferenca që tregon një orientim të qartë për të votuar superministrin Edi Ramës, njeriu që ka përmbytur kryeqytetin
qytetin dhe që tashmë pretendon se është kthyer në një star të politikës. Marifetxhinjt harrojnë se sa më të thella fitore aq më të mëdha do të jenë sukseset e tyre, pasi këto qelbiner, në fakt edhe fitore si të Blendi Gonxhës tregojnë thjesht dhe vetëm tentakulat që kanë shkatërruar një proces zgjedhor të pabarabartë edhe brenda Partisë Socialiste, kanë deformuar dhe devijuar votën në qarkun e Tiranës për shkak të lidhjeve dhe interesave okulte, shitblerjes, pazareve apo lidhjeve me krimin.